Alba ka shpërthyer sërish në lot pas largimit nga darka e të nominuarve, duke shfaqur një gjendje të rëndë emocionale. E prekur dhe e zhgënjur nga situatat e fundit brenda shtëpisë, ajo u shpreh hapur për ndjenjat e saj, duke theksuar se ka humbur çdo dëshirë për të njohur apo për t'u afruar me ndonjë mashkull. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të reja rreth showbizit vendor. E revoltuar, Alba tha, nuk dua të njoh asnjë mashkull në jetën time, mbaroj çdo gjë, s'dua të merrem. Gjatë këtij momenti të vështirë, Shkurta qëndroi pranë saj dhe u përpoq ta qetësonte, duke e pyetur me kujdes apo të pengoj në shenjë mbështetje dhe dëshirë për ta ndihmuar të kaloj këtë gjendje emocionale. Sipas Albës, ka persona brenda shtëpisë që kanë jetë private, fëmijë dhe janë në lidhje, por megjithatë bëjnë shaka të tilla me një femër, pa respektuar as pak ndjeshmërinë dhe dinjitetin njerëzor. Alba u shpreh se në këto raste nuk merret parasysh njerëzillëku, por gjithçka shihet vetëm si lojë, ndërsa ajo ndihet sikur trajtohet si robot dhe jo si njeri me ndjenja. Emocionet e saj të forta treguan qartë se situata ka lënë gjurmë të thella tek ajo, ndërsa momenti u komentua gjerësisht edhe nga banorët e tjerë.